Për të 31 vit të radhazi, Pogradeci ka organizuar festën e verës artizanale dhe gështenjës, një traditë e konsoliduar prej vitesh që bën bashkë banorët e gjithë rajonit, por dhe vizitorë nga brenda dhe jashtë vendit. Kjo fest përveç argëtimit muzikës dhe ushqimit tradicional ka në fokus konkurimin e verave artizanale dhe kantinave shqiptare, duke promovuar prodhimin vendas dhe vlerat e trashëgimisë bujqësore. Festimi i verës së re shërben njëkohësisht edhe si thirrje për ruajtjen dhe shtimin e sipërfaqeve me vreshta dhe gështenja. Dhe një thirrje që ju bëjmë të gjithë të rinjve, agrobizneseve, që të shtojnë sa më tepër vreshtarinë, të ruajnë gështenjat, sepse këto janë nga varietetet më të rëndësishme të Bashkisë Pogradec dhe mjaft të lashta. Në këtë fest, vëmendje të veçantë mori edhe gështenja, një produkt tradicional që prej dekadash ka qenë burim jetese për shumë familje të zonës. Disa pjesë të qytetit po shtohen parcelat me gështenja nga të gjithë banorët e qytetit. Po mbillen pemë të reja, gështenja të reja, edhe për pjesën e verës vreshta të edhe turistët po mësojnë me traditën dhe po mësojnë edhe me gështenjën e pikur dhe me të gjithë. Për pogradecarët vera është më shumë se një pije, ajo është pjesë e kulturës dhe mikpritjes. Nuk ka shtëpi pa bute në Pogradec, ose ato shtëpi që s'kan bute nuk janë pogradecarë. Sidomos të gjitha shtëpitë e vjetra janë të gjitha me qelare. Të mos një thonë që vera të bëhet do 2 palë ditë. Një palë ditë të bëhet vera dhe një palë ditë të shtrohet. Proces si një fëmijë që rrit me një dashuri më vete. Nga rush, fillon dhe në mushtin, dhe në procesin e fermentimit, derisa arrin në vera, pastaj 40 ditë që mbyll butin, e pastaj gjithmonë neve kur shtihen verë, ja urojmë njëri tjetrit që ta pish me miqe me shok. Për 2 net me radhë, Pogradeci mirëpret me verë, muzikë dhe argëtim mira qytetarë dhe vizitorë, ndërsa në fund ndajnë edhe çmimet për verën më të mirë artizanale, verën më të mirë të kantinave, si dhe pikturën dhe poezinë më të bukur kushtuar verës.